Ekran le djo. Si çdo të martë të mërkurë dhe të premte, ne jemi këtu, si shtash në MCN, të martë të mërkurë në orën 10 dhe në orën 11, të premte në orën 9 dhe në orën 11 darkës, për shefin ton, hedhim dritë dhe dekriptojmë aktualitetin politik dhe jo vetëm, dhe atë geopolitik në përbot. Po e fillon nga Sebastiani, heshtje vari nga spak Sebastian, po bën disa kohë tashmë. A mund na thuash, lutem, çfarë po ndodh? Cilat janë çështjet në dorë që spaku ka, por që nuk ka finalizuar asgjë dhe nuk ka bërë asnjë, se thua, nuk ka dhënë info për mediat, për ajo që mund të themi çan në këtë lloj rasti, por rendis disa çështje. Para se të bëjmë pyetjen çka ka ndodhur dhe pse spaku ka këtë heshtje prej kohësh, cilat janë arsyet? E kuptoj, por rendis diçka. Për shembull, spaku janë publikuar emrat e 13 personave që kam aplikuar për të qenë kryetar të BK-s, Bureja Kombëtare e Hetimit. Kemi zgjatjen e hetimeve ndaj Ilir Metës edhe me 6 muaj. Këto janë veprimet e fundit, informacionet e fundit nga spaku sa i përket kësaj jave. 3 apo 6 muaj? 6 muaj, zgjatën edhe 6 muaj. Është operacioni Flak në det, këto çështjet që kanë bëjnë me kriminalitetin, trafikun e drogës që... Si quhet Flak në det? Flak në det. Kemi gjithashtu Berishën që u paraqit spak për akuzat që ka bërë ndaj Irena Gjokës, gjyqtares. Ishte dia apo sot duket? Sot ka qenë. Kemi gjithashtu edhe një akuzë që ka bërë një portal sa i përket fshirjes së disa përgjimeve, që është hedhur edhe... Pamfleti më duket. Po, pamfleti ka hedhur këtë lloj akuze. Kemi marrjen të pandehur të Elvis Roshit, ish kryebashkiakut, i cili ka gjithashtu... Ish kryebashkiaku i Kavajës. I Kavajës, është marrja e pandehur përsa i përket një tenderi të rreth 10 viteve më parë. 2014. Po. Pyeta. Është ky tender dhe kemi gjithashtu... Do të thënë që Elvis Roshi ka qenë një nga njerëzit që kanë ndihmuar për të marrë vota për këshillirin e tij që kandidonte për PD në këtë zgjedhje. Po, ndroi krah. Shkoi me PD. Se duhet të thënë kjo gjë për ta pas kontekst. Ka çuar në gjyq edhe ish kreun e autoritetit rrugor shqiptar dhe 21 person. Ish kreun e autoritetit rrugor shqiptar Barberi. Është çuar në gjyq, është mbyllur dosja dhe është çuar në gjyq. Më fal, se ngatroj me atë tjetrin unë që është ai i shkurtri, si e ka emrin? O, është ai është i KPP-s. Ai është i lezetshëm shumë. Se më pëlqen mënyra si hyn dhe si del ai, nëse pak ishte, është i papak. Është bërë me. Është i shkurtër ai apo duket në ekran? Nga informacionet që kam, është i shkurtër. Është i shkurtër. Është i shkurtër. Interesant shumë si personazh. Ke parë ka një pamje kështu, si është si statuj, nuk i lëviz asgjë, as buzëqesh. Jurist më? Mënyra si hesën, si del dhe si ashtu, shumë korrekte kështu, që hyn dhe del në spak shumë interesant. Ndërsa ky Elvis Leberi duket se ky ka qenë i... Po, tani është mbyllur dosja, ka vajtur. Ky ka qenë në paraburgim duket? Apo është në gjendje të lirë? Jo, në paraburgim. Nuk ka në gjendje të lirë këtu. Tani vloggerët kot me të pyet, nga ato që numëroi Sebastiani tani, cila është dosja që ty të intrigon më shumë? Këto preferoje, për shembull, dosja jote e preferuar, cila është? Dosja ime e preferuar është sigurisht dosja e Ilir Metës. Që u shtyn me 6 muaj, më duket. Që u shtyn hetimet, po. Po pse? Dosja e Ilir Metës është shumë interesante sepse nga të gjitha dosjet që ne kemi parë, për shembull dosja e doktorit ose dosjet të tjera, dosja që ka më shumë dëshmi, më shumë prova, më shumë fakte, edhe pse nuk kemi gjyqtar apo prokuror që t'i bëjmë gjyqin Ilirit dhe të themi është i fajshëm, sa ato e thot gjykata, por dosja që ka më shumë të dhëna dhe fakte është dosja e Ilir Metës. Për shembull, dosja e Ilir Metës janë përfshira që nga, pra ka disa akuza, mos deklarimi pasurisë, fshehje pasurisë, korrupsionin, se thash, por ka të dhëna që një për shembull, historia e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është brenda kjo, pra është në hetim. Në fara, në Departamentin e Drejtësisë në SBA, është deklaruar shuma e lobimit. Ndërkohë që në KQZ këtu nuk është deklaruar një shumë prej afro 400.000 eurosh. Dhe Ilir Meta thot, nuk di gjë unë thot, kush i ka paguar, dhe pse në fakt, pas kësaj kontrate lobimi, ai ka shkuar në SBA, ka zhvilluar takime me senator, me kongresmen, si që bëjnë këta, ka bëri foto me Trumpin, të mëgjesi lutjeve, diçka e tillë. Pra, kjo është e para që është shumë e rëndësishme. E dyta, është historia e Qes Dias. Edhe aty ka komunikime që Ilir Meta i thot Kastriot Ismailajt, kompanisë... Ti e i bindur që është Qes Dia në dosja... Janë bashkë, po, janë bashkë.
Pra janë bashkuar të gjitha. Pra ti për ty është dosje preferuar kjo Ilir Metës sepse janë shumë gjëra bashkë? Dëgjoj, jo, por ish president, ish kryeministër, ish kryetar kuvendi. Pra Ish ministri i jashtëm, më çfarë lart, po e mora këto super. Pra më lart se kaq nuk ka ku të shkoj. Pra është zyrtari më i lartë i shtetit, i cili ka disa akuza, ka disa çështje të mbledhura bashkë dhe të gjitha këto është bërë një punë intensive me shkresa që kanë ardhur nga SBA, kanë ardhur nga Qipro, me kompani offshore, e tjera me radhë, ka komunikime që ky ka bërë me Ismailen që i thotë më duhen 200, tani këto 200 duhet i verifikoj prokuroria dhe ta vendosë gjykata që bëhet fjalë për para. E shoqja Ismaile thotë që na ka kërkuar para. Pra, dosja më interesante, më voluminoze që Spaku me sa duket ka kërkuar edhe disa muaj kohë për ta konkluduar plotësisht, është dosja Ilir Metës, se është rëndësishme për shkak të pozicionit që ka mbajtur, ë? Ti thua ka shumë akuza se sa Berisha që ka vetëm çështjen Parizani apo? Çështja e doktorit pastaj është një çështje e diskutueshme. Qartë. Sepse bëhet fjalë për një vendim kolegjial ku ka përfituar edhe dhëndri i tij ndër tjera. Pastaj aty mund të ketë bërë fjalavien, se s'dua të bëj gjyqtar në atë moment. Por mund të ketë bërë diçka dhëndri fjalavien. Po ç'pun ka doktori? Po për Metën o Sebastian, më fal. Pra tek Meta kemi 3 në 1. Po te Meta për shembull, ka vërtet prova apo se këto janë të gjitha apo janë indicie këto? Ç'a janë këto? Tani jo duhet ndalem në një gjë ç'a. Pra, nisim hetimin për inceneratorit, e nisim vitin 2020. Nuk e quajmë grup të strukturuar kriminal, pavarësisht se inceneratorët nuk bëhen, por nisim Fierin, Elbasanin, Tiranë, njëherë themi kështu, njëherë themi ashtu, njëherë mbyllim një dosje, njëherë çojmë dikë, njëherë se çojmë dikë. Dhe kur vjen puna tek Meta, për shembull kemi Çes Dian, skandalin lobimi dhe një çështje të hetimit pasuror. Që janë çështje të para 10-15 vjet. Si ka mundësi që këti bashkohen çështjet ndërsa inceneratori nuk bashkohet? Jo, po s'ka lidhje, po nuk është grupi strukturuar kriminal Meta. Se nga taron. Pra, Metës i bashkohen 3 çështje. Jo, i bashkohen po thotë 3 çështje. Pra, si ka mundësi që këti ja bashkojmë 3 çështje? I themi, ke një lobim në SBA, ke gjithashtu një hetim pasuror, dhe në të njëjtën kohë ti ke edhe aferën Çes Dia. Sepse është në të treja në vetë pari përfshirë direkt. Është i përfshirë realisht? Dhe i themi, I përfshirë në hetim, po them. Në të treja, pra ka firmosur kontratë e lobimit. Dhe i themi, ti zotri tani do vish me ne, dhe ne do të marrim, do të çojmë në paraburgim, sepse ne jemi duke të hetuar. Kur vjen puna te inceneratori, në paraburgim kanë vajtë gjithë. Po pra, prit një sekond pra. Si ka mundësi e para nuk bashkohen çështjet? Si ka mundësi që nuk mbyllen hetimet, zgjasin pambarimisht? Pyetja e fundit, ore si ka mundësi që jepen akoma lekët? Më falë, te kjo legëm... Si e kupton këtë të inceneratorëve, për shembull? Se nuk bashkohen dosjet e inceneratorëve dhe të quhet grupi strukturuar kriminal? Që të kuptohemi, e para, Sebastian, unë nuk jam jurist, me gjithë respektin, do doja shumë ta jepja këtë përgjigje. E dyta, Sebastian, unë nuk jam përfaqësues si incenerator. E treta, Sebastian... Nuk po të them je përfaqësues, po bëj një pyetje. Mirë, mirë, dakor. Sepse e ndjekim shpesh herë të lloj. Po të përgjigjem si e mendoj unë. Unë kam me ty si flogërt më. Edhe unë nuk e kam me Sebastianin. Ne kur flasim... Ka, mban logjike sebit. Patjetër. Tani, çfarë mendoj unë, duke parë provat dhe faktet që kam tavolinë për secilën çështje. Ilir Meta ka 3 çështje. Konstatojmë që ka një heshtje varri nga Spaka, prej kohë është tashmë. Që para zgjedhjeve... Nuk mendoj ashtu... Jo, flas për njerëzit e politikës, këto janë disa operacione, janë bërë këto grupet. Dakor. Janë kapur edhe një grup i madh doganierësh, ë? Mund ta themi, po ka një heshtje të madhe varri nga pritshmëritë që kemi mbjell ne. Se ne kemi thënë do bëhet nami. Ore, po këtë si shpjegon ti Flokret? Më fal që ndërpres në dysh pastaj do të harroj. U kapën të doganierë një 23 veta sa ishin ata, ishin 32, po kapën 23 më duket. 29-30. Si ka mundësi, atje në mes ishin dhe 2 personazhe të panjohur për publikun, po që kanë lidhje me kastratët, se njëri ishte Dhëndri, më duket, tjetri ishte, ku duhet se... Dhëndri dhe Vjeri, mos ka. Dhe Vjeri, janë arrestuar dhe ata, apo jo? Jo, më duket kanë ikur ata. Dhe bukur është që, heshtje varri në media, e ke vënë? Nuk e di që janë njerëzit e... Çfarë po të them unë? Nuk e di që janë njerëzit e atit, zotris që ju po flisni, por dhe nëse janë njerëzit e atit, mban përgjegjësi ti ç'do bëj nesër Dhëndri yt, ose unë për dhëndrin tim,
se dhe kjo historia që po bëra një mediat nuk pusejnë apo jo? Jo, po bëra një mëkat unë, do e hash dhe ti se unë jam... Jo, ka një parim. Nuk thashu që duhen akuzuar këta. Flogerti e di si parim këtë, po pavarësisht se i anashkalon. Ka një parim shumë thjesht. Çfarë nuk mundesh që ta kritikosh, duhet ta shohësh në qoftë se mos ka pushtet mbi ty. Kështu që në këtë lloj kuptimi, në qoftë se 90% e medjeve nuk flasin për çështje të këtilla, kur goditen njerëz shumë të fuqishëm Çfarë të flasësh? Që është bërë një aksion nga drejtësia, janë arrestuar 30 njerëz, më fal, lajmi është. Po pse në rast kot potentari, po marr një rast që është banal. Është dhëndri këtit, është tezja atit, është ajo koha që ne dy se kemi jetuar, kohën e komunizmit bëshim. O Flogert, po Berisha vëndre ka këtë jamarrin apo jo? Po është në çështje, janë një të njëjtën çështje më. Në qoftë se ai zotëria që thua ti, do ishte lidhjen e bëjmë kollaj kur bie fjalë për Saliun. Gabim, po janë një çështje juridike ata Moçan. Janë bashkë një çështje. Unë po them që duhet të mbaj policisë kastratët. Jo, në qoftë se i pari. Si ka mundësi që përveç një portali nuk e përmendi as media valla. Në qoftë se i pari. Ose këta marrin gjithë reklama valla nga kastratët e këtu gojën. Jo, flasim pak për parimin. Themi gjithë apo s'e them. Dakor, më unë s'kam reklama më burr. Ja, më ke mua që s'kam asnjë reklamë. Prandaj po them që në qoftë se i pari, ai zotëria, do i kishte dhënë Krushkut, do ishte i përfshirë në çështje, që me kompanitë e këtij bënte para ky e ishte i përfshirë, patjetër që ishte temë dhe duhej të përmend ky zotëria tjetër. Po në momentin që ky bën gjërat e veta të shtëpia e vet, ne nuk mund t'i bijem tjetrit vetëm se është i fuqishëm ose Dëgjove që i ram. Jo, ti më pse si përmendëm, si përmendin, pse se përmendet kjo si element. Ta përmendin, më fal, unë në media, në media. Unë jam djali. Po flasim për grupin më të madh, për njerëzit më të pasur në Shqipëri, sot nuk po flasim për njerëz kot. Dëgjoj, unë jam djali i Ti që ata vendosin fatet e miliona e mira se miliona si jemi ne. Patjetër. 2 milion njerëz jemi, po. E di ti që ata njerëz që unë përmend valla, vendosin fatet e mira njerëz të thjeshtë në këtë vend, ata po të duam, për shembull, unë dhe ti si jemi në punë. Po të duan jemi. Më fal, unë jam djali, dakor, më gjë, unë jam djali i Abdullajt. Ata me dorë të hekur, ata me një mesazh të zhdukin më. Çani, unë jam djali i Abdullajt dhe ai e mban një lloj përgjegjësie për mua. Jam edhe dhëndri i bujarit. Po çon se ka kjo? Po jo ka rëndësi kjo, se nuk mban përgjegjësi bujarit, ç'bëjmë këtu tani? Jo, s'po më kupton. Nuk thashë mban përgjegjësi këta. Fakti që nuk i përmendin, të bën përshtypje apo jo, kaq më. Janë përmendur, më kanë dalë. Kush, jo, më vetëm nga një portal. Kanë dalë më emra të gjitha të 30 emra. Është e varri. Sa aty e di kush. Ore i zori Spaku. Më fal. Zori Spaku. Pra janë aty. Spaku dhe një portal vetëm, nuk e di kush portal. Ata nuk kanë të njëjtin mbiemër. Jo, duket dalë, se ç'është një Alfa Press, më duket se ç'është një. Nuk ka rëndësi. Po ata nuk kanë të njëjtin mbiemër dhe mirë, pse nuk e sheh ndryshe ti? Tentativën e medias për të goditur atë biznesmenin nëpërmjet dhëndrit, nuk e sheh si gjobdhënie ti? Patjetër. A kaq? Totalisht. Pra ti thua mediat në Shqipëri janë. Ti thua emrin e dhëndrit, ç'pun ke ti? Dhëndri kujt është? Pra në këtë rast ti thua mediat janë, ai të kujdesshëm saqë nuk e përmendin sepse duket si jo. Mediat nuk mbroj mediat unë, mediat janë mëkatare, janë të kanë problemet. Në këtë rast mediat janë kujdesshme sepse po ta përmendin. Gjithë media mund të kenë interesa reklam, patjetër mund ta kenë frikën, po unë nuk kam asnjë provë që i ka marrë që thua ti në telefon. Edhe ju ka thonë, ma zhdukni pak lajmin se është dhëndrimi. Ma më kujtua tani rastisht kjo mo, se ishte një nga çështje. Kam një pyetje për këtë. Ne po diskutojmë para. Interesojnë fare mas kastrata as njëri, e kupton. Kam një pyetje për këtë lloj rasti. Okej. Dhëndri është dhëndri, ka jetën e vet. E kalojmë. Ishte parantezë. Dakor, kam një pyetje. Kam një pyetje. Në Shqipëri, kryeministri lajmëron dhe thotë kemi 10 deri në 15 milion turistë që vinë çdo verë. Jemi dakord? Patjetër. Ne kemi më shumë makina se ka Kosova. Jemi dakord? Ne kemi më shumë banor se ka Kosova. Jemi dakord te kjo pikë? Më shumë policë se ka Kosova. Po, dakord, dhe më shumë policë se ka Kosova. Si ka mundësi që ne kemi më shumë turist, më shumë banor dhe më shumë makina se ka Kosova dhe zhdoganojmë naftë ose njësoj ose më pak se Kosova? Ne, po kjo nuk ka nevojë për përgjigje. Përgjigjen e japin njerëzit që na shohin. Nafta blihet në Sebastian, Flogert. Nafta blihet në Flogert. Mirë, të të bëj pyetje unë ti gazetar. Flogert, stop. Ke bërë një investigim ti pyetje Sebastian kishte vlerë, jo përgjigje. Më lër mua me shpatulla për muri. Dakor, pra. Po me këto spekulimet, me këto fakte. Pyetja është. Këto janë fakte alternative që ky i shtron si provokime. Megjithatë ikim se duket sikur kemi, dëgjoj, ikim se duket sikur kishim Flogert. Ikim duket. Ta heqim kulturën që ngjan si gjobvënie. Tani për shkuar aty. Jo nga ne, jo nga ne.
ta heqim si kulturë. Tani, të t'i marrë me rath. Ilir Meta ka tre akuzat të tijat, janë 3 dosje të ndryshme, hetimi pasuror, lobimi dhe çesdia. E thama të më pse të përkthejmë prapë. Jo, më bëri pyetje pra, sa aty e lam që ndërpreve se kishe frikë se harroje. I ka të treja dhe është i njëjti person. Dakor. Dhe të gjitha janë bërë në një dosje bashkë dhe hetohen bashkë. Incineratorët janë 3 të tillë. Tiranë, që është një formulë tjetër që është përdorur, që është privati që e mban për 30 vjet, është Elbasani dhe Fieri që e ndërton privati dhe e merr bashkia dhe e mban përdorim. Janë njerëz të ndryshëm në secilën dosje. Janë 3 skema financiare ndryshme, thuat. 2 skemat financiare. Qartë. Një është Elbasan Fier, një është Tirana. Janë njerëz të ndryshëm që kanë firmosur për çështje të ndryshme me përjashtim të ministrit të mjedisit, i cili vazhdon dhe mban akuza për secilin nga incineratorët dhe sekretarit përgjithshëm. Pra, kryeministri i cili thot që unë firmos fap, letrat që më vijnë përballë për të ndërtuar këto incineratorë dhe për të dhënë para për të ndërtuar këto incineratorë, për të zgjidhur probleme që kanë bëjnë me ambientin, me natyrën, me ruajtjen e pastër etj. Pra, ky kryeministër me sekretarin, me sekretarët e vet që ka atë, ky nuk mban përgjegjësi, po mban përgjegjësi vetëm këto që janë aty poshtë që u zbatua, s'u zbatua. Tani këtë pyetje kam. Si ka mundësi që nuk bashkohet dhe të quhet grup i strukturuar kriminal? Këti ne i themi ti, këti ne jam jurist. Këti ne i themi. Ti si jurist, unë i kam dëgjuar juristët. Okej. Kolegët e tu unë i kam dëgjuar. Ato janë të ndarë, disa thonë që duhet të jetë grup i strukturuar kriminal, disa tjerë thonë jo. Sepse ligji ti e di që ka vrima që Një sekond. Avokati Ilir Metës, Kujtim Cakrani. Miku ynë. Miku im pak. E kemi pas emision tek Skollingu diku. Po, e kam miku. Pyete pak Flogertin, thot, ku e di ti çka ka dosja e presidenti Ilir Metaj kur akoma dosjen se ka avokati, se hetimet s'kan përfunduar akoma, thot. Përgjigje direkte. S'ka asgjë fare po fare, as dëshmi dhe asgjë, thot Cakrani, vetëm shkrime gazetash dhe muhabete banale televizive. Po ashtu të premten, po vi unë në studi dhe sqaroj këtë punë, se po abuzohet në prezident. Përgjigje direkte për Kujtim Cakranin. Po sikur të vi Cakrani në studi dhe... Patjetër, po një përgjigje do ja për këtë, ku e kam dëgjuar unë. Dakor, në rregull. Kujtim, ke qenë në studion e Grida Dumës, me Anila Hoxhën, Arber Hitajn, ti edhe Dorina Bezat, 3 gazetar, njëri politik, 2 tjerë të kronikës, që kanë cituar dhe kanë lexuar zonjat Anila edhe Dorina, kanë lexuar dosjen, kanë lexuar citimet për Vangel Tavon, kanë lexuar shifrat e gjitha me radhë. Dhe Cakrani vet ishte aty përballë, Cakrani e mbronte duke thënë, ato 200 ku e di ti që janë lek. Dhe unë jam me Cakranin. Duhet ta gjej spaku nëse janë para apo jo. Kështu që këto që sapo thash, janë të gjitha të dëgjuara nga gazetarët e kronikës që lexonin dosjen në studion e... Qartë. Pra ka dalë dosje, thua. Ka qenë kujtimi aty. Okej, dakor. Kujtim të premte nuk e bëjmë dot, në qoftë se do... Sot java. Jo, më pse sot java? Ja, s'ka vlerë sot java. Nesër. Nesër bëjmë. Kujtim nesër, hajde i ftuar të Flogertin dhe ta bëjmë të muhabet në Metës, se s'kemi bërë. Patjetër. Se i marr fare me Metën. Po më dëgjoj, te ta mbyll me Metën ose do bëjmë një pauzë të vogël. Ore kot me të pyet, sepse unë jam partizan i partizanëve. Do thonë unë kam mendoj dhe kam thënë gjithmonë që në fakt kushdo qoftë personazhi, majtas, djathtas, lart, poshtë, nuk ka rëndësi. Në momentin që nuk përbën në vepër, kështu nuk përbën shoqëri, kështu rrezik shoqërore, nuk ka pse të jetë në paraburgim. Në momentin që s'prish dot prova, s'ka pse të jetë në paraburgim. Ku ka për shembull dyshime mund të prish provat, mund të jetë. Meta për shembull mund të prish në një provë për shembull. Pra se thuash, ta bëjmë pyetjen troç, ta fillon nga Sebastiani pastaj Flogerti. Është Meta brenda sepse duhet të jetë Erion Velia e brenda ose e kundërta? Është Erion Velia e brenda sepse Meta duhet të jetë brenda, pra kanë lidhje këto, ka një politikë penale këtu Sebastian si pastaj apo? Unë besoj se ka një politikë penale për një makjazh për të vajtur drejt Bashkimit Evropian. I duhet për këto kriteret e këtyre të negociatave. Për të negociatave. Të kapitujve, po. Por edhe në qoftë se Meta mish për top kur e mendon si vajti kjo punë, të gjithë janë heronjt e integrimit në BE, një integrim që s'ka përndodhur kur në fakt. Meta dhe LSI-a ka qenë sapuni me të cilin Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë larë mëkatet e veta dhe ja kanë hedhur gjitha LSI-s. Dhe Meta e shkretin bank të mazvase flet, thot në një gjë. LSI-a nuk ka qenë aq e korruptuar sa që është PS-ja dhe PD-ja. LSI-a ka marrë të gjitha akuzat që i ka lënë mbi supe PD-ja dhe PS-ja. Meta ka qenë bashkëpunëtore edhe i Berishës, ka qenë bashkëpunëtore edhe i Edi Ramës.
Meta ka qenë ligjvënës në këtë vend në postet më të larta që ka pasur ky shtet ndonjëherë. Kjo situatë që kemi ne sot, që ky vend që ndodhet në këtë udhkryqje, që ndodhet me Edi Ramën kryeministër në mandatin e 4, dhe me Berishën që nuk ikën nga opozita dhe të gjithë e dinë që nuk vjen dot në pushtet, Meta është një ndër fajtorët e trekëndshit. Është koktuk apo fajtor? Jo, është fajtor. Për këtë situatë që jemi ne është fajtor. Ah, dakor, politikisht po thuat. Po, është fajtor. Nëse unë fola juridikisht më se. Tani Ilir Meta ka në dorë një gjë. Siç tha, unë jam i fortë i pazarit 3, unë të marr dhe të thyej ndysh, unë gjuaj për Gardelina, unë vras, unë pres etj. Ka në dorë një gjë shumë thjeshtë. Ka qenë bashkëpunëtor edhe i Edi Ramës, edhe i Sali Berishës. Nëse kanë bërë afera, i kanë bërë bashkë. Tani, nëse qenë ka kaq trim dhe mund ta mbaj burgun, le ta mbaj burgun duke marrë dhe Berishën dhe Edi Ramën atje. Ka mundësi? Ose për ndryshe. Po të bësh pentit nuk është gjë vogël. Dhe ky që thot unë jam i fortë i pazarit 3 dhe i fortë i filan vendi dhe të thyn dysh etj. Ky që ulet dhe bën shqiponjën edhe ky që ulet dhe thot unë puth flamurin etj. Le të tregohet patriot një herë në jetë të vet. Dhe patriotizmi tregohet merri me vete këto të dy. Me të cilët ti ke bërë marrëveshje. Për Metën kanë respekt qindra dhe mijëra persona sepse është politikan nga më të mirët organizativ. Edhe një herë po e them, nuk ka aq mëkate sa çka Berisha dhe Rama, dy partitë e mëdha. E kanë përdorur si sapun për të larë mëkatet e veta. Por në qoftë se do që me të vërtet të thotë që unë e dua këtë shqiponjën dy krenare, siç e bënte jo po presidenti, jo po unë dal, jo po unë s'dal, dil vlla dhe na thuaj se ti ke bërë marrëveshjet me Ramën dhe me Berishën. Dil aty, bëu pentito dhe merri dhe këto të dy me vete, edhe të gjithë do të thonë faleminderit. Qartë. Para se, jo, Flogert një sekondë, bëjmë një pauzë vogël. Pyetja është Flogert, çfarë po ndodh? Në vjetonin mbaron mandati Altin Dumanit. Altini ndërkohë para pak ditësh, krye prokurori i Spakut, ja ku ishte në stadium duke parë ndeshjen. Patriot. Pse patriot? Altin Dumani për mua është një burr patriot. Në gjitha kuptimet, jo. Aty ka shkuar si patriot, si shqiptar. Po nuk e jam jo, se s'më le të mbaroja. Ta kam vllafin, ja ku ishte pra. Është thjesht një kuriozitet që vati pandeshën shumë mirë bëri. Bravo. Nuk dim vetëm është në tribun apo është me popullin. Atje nuk e kuptoj mirë nga foto që është bërë. Po çon si ka. Unë tani si njeri kurioz jam dhe i dua vetëm të pyes në këtë jetë, s'kam bërë asgjë më shumë se kam pyetur. Edhe për gjëra të cilat duken banale. Edhe Sokrati ka pyetur. Po. Dua ta di, kjo vajza Bjondja këtu ka lidhje me Dumanin, është vajzë e tij, është kush është, apo është rastësi, është një shikuese, një thuaj tifoze e ndeshjes. Dim gjë? Unë komunikova me disa miq që kjo është thjesht kuriozitet. Po pra po, dhe nuk ma konfirmuan që as që s'është një familjare e tij. Por nga qëndrimi po ta shohësh, Dumani sikur i shmanget. Po pra. Ndërkohë, bashkëshortja Dumani, me sa e kemi parë ditën e votimit, duke që shkoj votoja për Flogert, është Bjonde. Po e kanë nxjerrë dhe doktori. Prandaj unë e bëra këtë pyetje në fakt, sepse mendova thash, mos është goca Dumanit kjo, se kjo duket gocere në Po i lyejnë flokët gratë çan. Po themi Bjonde ç'si ka pra, është flokë. Nuk ma kanë konfirmuar sepse më thanë që nuk i njohim. Ata që unë pyeta që janë. Dhe i bie që Dumani atë ke qenë vetëm sa diun tek pull. Besoj se po. Më thonë, nga mënyra se si që ndronë, duket sikur nuk është me një familjare. A duket i mërzitur Sebastian kështu në foto? Menin qik me profilin psikologjik Dumanit. Është tip serioz. Që është serioz, nuk diskutohet. Tipat e disiplinuar kësaj janë, unë mendoj. Nuk shoh. Çfarë mendon tani atje thua Sebastian, është duke parë ndeshin apo është duke menduar çdo të ndodhin vjetor? Se që i mbaron mandati. Le të fantazojmë pak për çet. Operacionet e fundit gjitha kanë qenë për të ndaluar konsumin e drogës në Finland, të ndalojmë konsumin e drogës në Itali. Mos ja fut kot tani. Po pra se kemi kryer operacione droge që arrestojmë këto tonët që tregtojnë drogë në Finland, për shembull. Dhe Dumani po mendon tani ne e ndaluam konsumin e drogës në Finland. E ndaluam konsumin e drogës në Itali. Jo, është ironik po mendoj. Po pra. Po duhet ta themi këtë që do të themi se njerëzit nuk kanë mësuar që të bësh ironi, ti je tip serioz. Ta përfundoj si logjik. Po jep. Pasi të përfundojmë duke i goditur gjithë grupet që tregtojnë drogë jashtë. Dhe mirë bëjnë apo jo? Që e godasin. Po pra po. Kjo është gjë shumë e mirë, do të them bravo Dumanit për edhe Spakut. Po pra po, tani vjen pjesa e dytë. Pasi me lekët tona që paguajmë nga 8.000 dhe 10.000 euro prokurorët, godasim të gjithë këto grupe që tregtojnë drogë në Finland, Gjermani, Itali. Po. Fëmijët e atyre janë më të sigurt me paratë që paguajmë ne për prokurorët tanë. Tani të paktën t'i kërkojmë këtyre prokurorëve tanë që
këto parate drogës, pak të t'i sekuestrojnë dhe t'i çojnë o te jetimorja, o për të mbjell një pemë, o për diçka tjetër. Se gjithmonë goditen këto grupet, gjithmonë kur goditen, gjithmonë gjenë 50.000 euro, 100.000 euro, maksimumi 200.000 euro. 3 milion euro, apo 3 milion euro. Pak, a? Tani, qa ndodh? Kur ndërtojnë kulla në Tiranë, bëjnë nga 50 dhe nga 100 milion euro. Departamenti Amerikan I Shtetit dhe Brukselit thonë që këtu ka parat pisët. Tani, këtë paran e pisët, unë nuk e fus. Nuk di që ta fus Por ishte vërtet që Amerikanët, tani po the Amerikanët e kohës Trumpit, ka folur për kartele shqiptare të drogës? Ka përmend fjalën kartele? Apo kam gabim? Jo. Jo? Jo. To janë prallat e... Janë prallave, se janë prallat e Sali Berisha. Janë fake news e këto, dakor. Domethënë Sali Berisha ka një qef shumë madh, nuk e di pse. Lere që Saliu mos mi nga Dumani, mos mi nga Dumani, të lutem. Më lejo ta them. Jo, po të lejo, po tani që Dumani, të lutem, hapi një rregull emisionit. Okej, në rregull, dakor. Pra Dumani ti thua. Pra Dumani po mendon. Për ta mbyllur. Tani ç'a ndodh me këto grupet kriminale kanë dhe shumë para. Pse kjo heshtje? Po pra kjo heshtje tani, unë nuk besoj se... Në vjetori mbaron mandat. Ai nuk e negocion dot mandatin e vet, sepse ligji s'ka asnjëherë fuqi prapavepruese. Është koncept bazë në jurisprudencë. Ligji mund ndryshohet tani? Po, nuk ka fuqi prapavepruese. Pra, ty të mbaron mandati, ligji u bë tani dhe nuk ka fuqi prapavepruese. Jo, por në qoftë bëhet ligji tani para se të mbaroj mandati, pra. Po pra, dhe ti ke qenë në mandat me ligjin e shkuar, ty të mbaron mandati dhe ti e ke mbyllur këtë kapitull. Është e sigurt kjo thua ti? Po pra, është parim në jurisprudencë, përveç rasteve të ralla, kur ligjet bëhen për dobi publike, kur ti të ulet dënimi e tjerë. Po çfarë po negocionat e bashkëpunëtorëve? Unë shoh që ai duhet të ketë në një dosje shumë të fortë në tavolinë, e cila mund të prekë interesa shumë të mëdha. Që mund të jenë interesa oligarkike, dhe që mund të jenë interesa shumë të fuqishme të personave të fuqishëm në Shqipëri dhe tani... Personave të fuqishëm në Shqipëri veç Edi Rama, Moslla edhe dy oligarkëve nuk ka, se këta dy janë treshja. Hajde të themi... Kastrat Zamir Ramblla, nuk ka njërës tjera, Ramsi 4. Tani në këtë mes, në qoftë... Tjeret janë kota uju, s'ka asnjë vlerë, mund të bie nesër, janë lehtësisht zëvendësueshëm. Në qoftë se ati ka vajtur... Jo, se këta dy tjerë nuk janë zëvendësueshëm, po pak më ndryshe. Sikur ai të ketë ndonjë dosje të këtyre personave, tani e ka pak të vështirë. Duhet mendohet mirë. Kjo është thjesht në ke info, apo e mendon ti domethënë, apo është thjesht një lloj analizë logjike që ti bën? Unë bëj një analizë logjike. Spaku nuk ka efikasitet në qoftë se nuk ndikon tek struktura ekonomike në Shqipëri. Iku. Faleminderit Seb. Flogert, një përgjigje për Sebin nëse ke? A je dakord me të i tha Sebi apo jo? Jo, nuk jam dakord. Sigurisht që jo, Arjan, nuk jam fare dakord. Fare, po para se më thuar pse si dakord me Sebin, unë dua të di sipas teje, sepse dua të përfshij ty në këtë lojë fantazie, çfarë mendon Dumani atje, është duke parë ndeshjen apo është duke menduar për vjetorin? Po të lexosh gjuhën e trupit çan. Për herë të parë unë e shoh Altin Dumanin të relaksuar larg punës. Larg zhurmës, po. Larg punës. Domethënë po ta shohësh është në qefin e vet, nuk kujdeset as të qëndroj drejt, as të qëndroj para kamerave, është lëshuar aty, ka vënë. Ai nuk e di që po i bëjnë foto, kam përshtypjen. Po eksakt, po nuk ka rëndësi. Tani nuk e di. Tani ai është po ta dinte s'dorin nga ashtu. Fal, ai është mes 20.000 njerëzve. Po. 22.000. 22.000 njerëzve me regji ndërkombëtare. Po. Personi i dytë ose i parë në Shqipëri për nga fama. Pas Ramës ose pas Berishës ose i pari para të dyve. I para Ramësit ka të mos e thuaj. Dhe nuk e dit ka ai që dikush do i bëj foto se është Altin Dumani. Nuk ka diskutim, thjesht ai ka shkuar aty si një ndër ta dhe është i qetë fare, mua më pëlqen shumë. Edhe mua pëlqeu për prandaj të rrugë foto. Ai ka shkuar, kam përshtypjen e vetmja gjë që mund të ketë parë me kujdes, është skema si funksionojnë skuadrat. Shkuptim. Në fakt, në portretin e ti lexohet një keqardhje. Ka një keqardhje? Sepse ka qenë fiks momenti kur gjithë stadiumi shante albitrin nga motra. Nuk e dëgjuam të radio? Ka qenë momenti kur gjithë stadiumi shante albitrin nga motra. Po pse mendoni që ka pas keqardhje Dumani për këtë? Ti ka ardhur keq për albitrin. Arbitri ishte italian, ndoshta. Ishte italian arbitri? Italian ishte. Ledio, kujdes. Po gjyqtari që është i vjen keq për gjyqtarët. Po ai nuk është gjyqtar, është prokuror, po valla kujdes. Ai nuk është gjyqtar, po ti je gjyqtar, po jam dakord me ty. Mos është gjyqtari që është italiani, pra si në momentin që shaj gjyqtari, dakord. Po në këtë rast Dumani duhet të them nuk është gjyqtar, është prokuror, është pal. Ndërsa arbitri nuk është pal, është mbi palët. Normalisht.
Po prap, ishte interesante. Ajo është relaksuar komplet. Do më thonë, si rrallë herë, Altumani ka dal nga puna, sepse ka... Ore, ta bëjmë mua betin trosh mareva, me këm tokë. Trosh. E kupton se dhe tani ti bijem shumë akina. Unë për shumë personalisht jam që Dumani të vazhdoj. Unë duaj që të kem Dumanin prapë për krye prokuror të Spakut, në pas vjetorit. Nuk e di si do bëhet. Masil ta firmos. Ti e dakord? Sebastian, ti e dakord Dumani të vazhdoj? Pse? A, pa tre, ju ke i dhe ma. Se mike, se do t'ja them dy gjëra, pëse si jam dakord ma të që tha më herë dhe dalim direkt këtu. Okej. E para, Spaku, që ti e relativizon duke thënë kap drogën e Finlandës, e më the thash. Ata bashkëpunojnë me çdo agjenci ligjzbatuese në gjithë botën. Dhe siç na ndihmojnë neve deja tjetri për të kap drogën këtu, edhe italianët, japim dhe ne kontributin tonë, institucionet, ndër enë komunikuese, që të luftohet, sepse krimi tani, një lloj si informacioni që ne e kemi në telefon, nuk ka më kufij. Në këtë kuptim, është një punë e përbashkët që tregon fakt që Spaku është një institucion i besueshëm, që punon me Shtetet e Bashkuara, nga Shtetet e Bashkuara deri tek Finlanda, fjala vjen, që duket sikur nuk ka krim. E para, e dyta, puna që ka bërë Spaku kundër krimit organizuar, është një punë e cila sigurisht nuk është ajo ideale që ne do donim, po duke parë operacionet që ka ndërmarrë, qoftë me palën italiane, qoftë me palë të tjera nga Ekuadori në vendet e Amerikës Latine, shohim një institucion serioz i cili po e godet krimin organizuar dhe krimi organizuar ja ka mbathur në kuptimin, siç e bëjnë kudo xhanëm, në drejtim të paditur. Në këtë kuptim, pastaj konfiskimet janë me ty unë, pa diskutim. A duhet të kishte konfiskuar më shumë, shumë radhë, pyetja shtrohet kësaj. Nuk ka asnjë dallim nga viti 2005 kur nisën duke arrestuar të gjitha bandat. Tani po më thua që u arrestuan disa kriminalë shumë të rrezikshëm. Jemi dakord? Në 2005 janë arrestuar bandit shumë të rrezikshëm, janë ekstraduar, kanë ardhur, janë futur në burg, i përjetshëm pa përjetshëm, ta dolën e tjerë. Ka një pyetje të thjeshtë. Nuk mund t'i themi ne bravo se bëre punën që të takon për të bërë. Ti po thua s'po bën, po një sekond pra tani. Kjo është diferencë. Ti thua nuk ka bërë asgjë. Më lër ta përfundoj. Ti pyetjen që bën si strukturë speciale që përgjohesh, merr këtë e merr zvarr, këtë e çon atje, këti i thua kështu, këti i thua ashtu, po si ka mundësi që të gjithë krerët e bandave ty tik kanë Dubai? Kush i thot këtyre ik? Po një sekond. Ore, atë kanë ikur në Dubai? Shumica. Të kanë ikur në Dubai? Të kanë ikur, të janë dekonspiruar operacionet? Të mbaroj. Këto persona që ti do përfundoj unë logjikën time, pastaj do e bëjmë bashkëbisedim. Mos që do me fakte të jemi shumë nuk bëhet bashkëbisedim tek kur kam fjalën unë. Tani logjika është, Instikti profesional a kanë ikur të gjithë sikur ndodh vetëm kur ikin gjithë. Bëj bashkëbisedim kur flas unë. Kur unë them timen, ti thua tënde. Tani pyetja është. Bravo, ja kjo është e bukur. Ka mundësi. Kjo është e bukur. Ka mundësi të më thuash si ka mundësi që i ikin gjithmonë këta që shkojnë për t'u kapur? Iku kjo. Është vërtet që e para. Ka raste që ka dekonspirime. Ja pra, duan me gjysmë vërtetat dhe e relativizon dhe diskreditohen një gjë që nuk është. Pyetja bëhet si ka mundësi që ty t'ikin gjithmonë. Pse nuk iku stafet Bajri? Po nga e diti që Bajri nuk ka shkuar në burg se është më i sigurt. Po këto pastaj janë. Po nga e di. Po pra tani se kjo është si Smith pastaj. Këto janë question tjetër. Kur i kap, shkojnë vetë janë më sigurt. Kur si kap, ikin ata se është i pa Spaku. Kjo është si Smith. Kjo është kot si Smith. Ajo që po mundohem të them, po thua që kur i kap Spaku, ata shkojnë për qenë më të sigurt në burg. Ndërsa kur nuk i kap Spaku, Spaku është i pa. Jo bashkëbisedim. Jo bashkëbisedim kur kam ullaf. Jo bashkëbisedim kur kam ullaf. I ka si pikat. Më thua që nuk pyes atë, po i vure pikë pyetje, unë do përgjigjem. Jo bashkëbisedim kur kam ullafin. Unë kam llafin tim, ti ke tëndin. Po pra, jo Se vetëm që të bëhet bashkëbisedim, mbaroj këtë. Para 11-s është llafi që tani logjika është shumë e thjeshtë. Ty të ikin. Të ikin në Dubai. Pastaj policia thot ne ekstraduam nga Dubai kur nuk kemi marrëveshje ekstradimi me Dubai. Në krahun tjetër konfiskimet i ke Bërnut. Nuk ka në krahun ky thot 500 gjëra. Dhe në krahun tjetër tani themi unë dua të rizgjidhem për një mandat të dytë.
ti zotëri Se ka thënë ai, nderuar, asnjëherë. po më po e them si logjik tani se mes- i gjithë debati zhvillohet në kuptimin tani do marri apo s'do marri mandat. Çfarë është negociuar, po? Tani shkon në parlament dhe thotë ne duhet kemi 2 mandate, na ulni këtë, na ngrini atë etj etj. Sa lek ti doj kokra e qefit? I kemi dhënë rrogat e shprishur hierarkia e rrogave në Shqipëri. Ka një çdo shtet, Për mua ata e ka rroga të ulta. çdo shtet, po çdo shtet ka një hierarki rroga, sepse ai që ka më shumë përgjegjësi, që është presidenti, kryeministri. Edhe ata duhet të ngrihet shumë rroga. Po po këto që kanë hierarki, dhe ka një hierarki rroga. Dhe ne i themi, sa do vlla, sa do. Bravo, i paç halal, ja ku i ke lekët me valixhe. Po, vazhdojmë. Ë? Dhe kemi prishur hierarkinë e rrogave për të i dhënë ty këto para. Dhe të mbajmë ty me para. Po. Edhe ty, edhe BKH-n dhe gjitha të tjera. Tani, në fund fare ka një pyetje shumë të thjeshtë. Këtu ka një mikroklim krimi të atill që çohet njëri shkon zapton pronën, çohet tjetri shkon investon me 1 euro, çohet tjetri ja ka dhënë baba pronën dhe nuk e merr dot, çohet tjetri të merr bregdetin, çohet tjetri të vret në rrugë, çohet tjetri bën këtë. Tani pyetja është, këtu kush merret me këtë? Njëri thot prokuroria e Sarandës nuk e ka kompetencë, e ka prokuroria e Tiranës. Tirana thot e ka Spaku, Spaku thot e ka Fieri, Fieri thot e ka Lushnja. Sebastian, jo ke puri pikën. Jap se këto janë arsye sepse ti mendon që ai s'duhet të jetë më. Jo, ma ai mund të jetë burri më i mirë në botë. Ne zgjodhëm për një mandat, ne vuajmë nga liderët e fortë. Ne vuajmë nga institucionet dobta dhe liderët e fortë. Zotëri nderuar, do të japim, do të vëmë një yll në ball që ke quar... Lideri fort, ne zvuajmë liderët e fort, se Ramsi 4 është super lideri fort. Po pra, ne vuajmë nga liderët e fort... Po zvuajmë fare, pra. Jo, ne vuajmë shumë, se kemi institucionet e dobta dhe liderët e fort. Tani, ty do të vejmë një yll në ball, se more dhe qove ke quar gjysmën e kriminelve në burg. Gjysmën e politikanëve i ke quar në akuzë, në burg çon gjykata. I ke quar në akuzë, bravo të qoftë, mbaroi mandati, vlla, je njeriu më i respektuar në botë. Ikë më punë të ndeshë. Ndaç bëhu gjykatës, ndaç prokuror, bëhu qatë doj qefi. Je i qartë, jo ishe i qartë mesazhin tënd. Vlogger, pse je ti që Dumani të vazhdoj? Gjo. Me pikat lutem, mos në depres. Me se Sebastian nuk depres. Unë do doja t'isha dakord me Sebin, po do ishim të dy gabim. Sebi bërë një lloj turlije që nuk e mori vesh i pari dy. Nuk bëri turli, jo. Bëri një panoramë, jo. Bëri një panoramë. Po pra, një panoramë që shkoi nga Saranda në Bolivi tani. Ç'në si ka, pra, e bëri për 60 sekonda. Ma lejo ta them unë. Saktisht. 60 sekonda jo, po nesër. Ti merr thelbin e Sebastianit, sepse të merr detajet ato kur. Nuk ka ekstradime mes Shqipërisë dhe Dubajit dhe nuk është thënë asnjëherë që ka ekstradime mes Shqipërisë dhe Dubajit. Ka dëbime. Një, është fakt. E dyta, ka bërë Spaku aksione të jashtëzakonshme. Ka bërë Spaku gabime plot. Kemi një kod procedurës penale që është barbar në kuptimin e drejtave të njeriut dhe për këtë ka folur dhe gjykata e Strasburgut. Shumë gabim që Ilir Meta sot mbahet në burg, pa diskutim. Shumë gabim që mbahet Derion Velia në burg, me ato dosje që kemi parë. Edhe që dhe ja marrë për Maltezi po ashtu. Ai është kodi procedurës penale që duhet dhe juristët kanë kohë që e kanë kërkuar që duhet ndryshuar. Por duhet kemi parasysh diçka. Duhet kemi parasysh, ma thuaj. Lexoj pak gjitha këto lajmet ku ministrat thonë kemi ekstraduar nga Dubai. Jo, merri me radhë. Por ministra Jo, merri me radhë. Nuk është ministra Altin Dumani. Jo, kjo është propagandë pastaj. Propagandë. Pra, sa herë thua ti kësaj qeverie që bën propagandë, jo ekstradu nga Dubai. Propagandë, pra po të them është. Dakord. Më dëgjon çfarë po them apo jo? Propagandë është. Ti nuk i bën lajme tu ekstraduan nga Dubai. Jo më shok. Unë kur e them u ekstraduan e them fal, Rama 2 pika. Është tjetër gjë ajo. Thua Ramës ti që ti po bën propagandë që thua ekstraduan nga Dubai. Çfarë po them tani? A jemi live? Okej. Nëse ka thënë, me aq sa unë kam informacion, ata janë vetëm dëbime. Nuk kemi një marrëveshje ekstradimi. Iku kjo. Kështu që aksionet pastaj që ka bërë Spaku, pa diskutim, si në çdo vend të planetit, ti ke kokat e krimit organizuar në planet, i ke nga 90 vjeç ose kanë vdekur pa u ndaluar dot nga organet ligjzbatuese në gjithë botën. Dhe kjo nuk është për ta relativizuar. Vi pak debati jon? Po, tani. Më vjen një mesazh. Po. Nga Andoni, miku im Andoni që është avokat. Thot spec me gjemb, komenti thot ndërhyrja e Ledios. Që ndërhyri pak më parë tha, për ata që mbrin tani dhe nuk e dëgjuan, tha ore kur thash unë Dumani ç'a mendon këtu në këtë moment? Po shef ndeshjen, Ledio tha një moment që i vjen keq, tha, ndihet keq, tha sepse është momenti që shan arbitrin.
Arbitri ishte italian, nuk e dia. Po. Ti ma the. Po. Tani më thot Andoni, s'pes me gjim komentin ndërhyrja e Ledio, sot për sharrit e arbitrit. Dumani është arbitër, Dumani është e vërtet thot që është prokuror, se unë thash prokurori, thash Ledio, si arbitër, thot Dumani është arbitër në duelin politik dhe me një terren të bilbilit mund të luajë rol definitiv se cila skuadër merr kupën ose cila skuadër var këpucët. Per. E bukur është. A? E bukur është. Kështu që Ledio kishte drejtë ai. Unë mundova të isha politikisht korrekt. Jo, është perspektivë interesante. Duke parë thjesht rolin socional të Dumanit. Në fakt kur e mendon, gjykata nuk ka asnjë vlerë që se Dumani për shembull të merret rast brenda apo jo. Gjykata të rast brenda. Nëse kur themi Dumani të merret rast brenda, të merret rast para burgim, këtë dua të them. Dëgjoj, ne i kemi bërë nderin më të madh Altin Dumanit, nuk ja ka bërë Altin Dumani, sepse Altin Dumani ka bërë atë që thot Stebi, ka bërë punën e tij, prokuror. Patjetër. Ka dyshime, thot për më mbajën burg këtë. Dhe me integritet. Absolut. Dhe me integritet. Absolutisht, por ne, duke patur nevojë si kom që kemi nevojë për herë për heronj, ne kemi bërë hero Altin Dumanin, fal nevojës që kemi për të patur heronj dhe njerëz. Se ka bërë punën e tij. Po më kishe Ai ka bërë punën, kishe krajen më përpara. Ka bërë punën, por nuk është se mund ta jo çdo njeri ka bërë punën si ky. Ti ke shprehje që thua je ndër të parët që e ke thënë. Edhe ke patur drejt. Është e vjetër sa vetë njerëzimi. Njerëzit kanë nevojë për gjak. Ky ju a ka dhënë, sepse ja ka dhënë ligji drejtën me u marrë me krimin organizuar dhe korrupsionin që janë. Nuk e dim ato jete një tjetër në vend Dumani siç e ka dhënë ky pra. Unë mendoj që Dumani ka një gjë personale në këtë. Ka një merit personale. Adriatik Vllalla thoshte çdo janar apo shtator do arrestohen dhe nuk bëri asgjë. Kraja e njëjta gjë thoshte jo tani jo vitin tjetër etj. I pam që ata të dy nuk duhet t'i cilësoj të korruptuar, po duhet t'i cilësoj të paaft dhe të pa burra, që nuk kanë bërë asgjë, pavarësisht se mbaj titullin prokuror. Do kemë bërë diçka. Dhe janë paguar nga paraton. Ky e bëri. Ky e bëri. Dhe diferenca bëhet me këtë që e bëri. Diferenca bëhet me këtë që e bëri. Nuk jam kundër. Mos ikni për kallamishte. Jo, nuk ikin kallamishte. Se kemi dhënë akoma pyetje, përgjigjen pyetjes. Megjithëse e tha, normalisht e tha Sebi, nuk e tha tamam, çfarë posti negocion Dumani për pas dhjetorit nëse nuk merr dot prapë këtë post që ka. Ja ta vazhdojmë me që e kisha? Dhe me që la fjala sot i bie fiks 4 muaj nga arrestimi i Erion Velis. Dje apeli e la prapë brenda apo jo, në paraburgim. Nuk ja dha, se ai kërkojnë dyshim me masës. Po. Dëgjoj, këtë e thash thjesht si info për të thënë që u harrua Veliaj. Po edhe Meta, edhe Velia ju harrua, edhe Berisha shkon për ditë në Spak tani. Pra nuk përbën me lajm ta, nuk përbën me lajm ta. Spaku. Treni ecën me shpejtësi apo jo. Patjetër. 83 votat e Ramës, e Ramsit 4, në mandatin e tij të 4, prandaj quhet Ramsi 4. Tani se thua treni ka marrë shpejtësi aq të madhe, është mbi 300 km/h, saqë këta nuk përbëjnë me lajm fare. Jo, këta përbëjnë lajm. Berisha paraqitet në Spak. Meta që u shtyja akoma 6 muaj për hetimi, do akoma 6 muaj Spaku në Velia që u harrua ka 4 muaj që nga 10 shkurti, sot është data 10 qershor, etj. Ideja është ç'a kërkon, çfarë mund të kërkoj Dumani, a dim ta rishpikin, më thonë zane, cila është gjëja që Dumani do të negocioj. Sepse kjo heshtje mua nuk më duket normal. Ka një heshtje. Do jap një informacion. E ke info? Info është thënë shumë pak në fakt. Altin Dumani ka kërkuar që Spaku t'i zgjatët jeta. Pra, Spaku është institucion me mandat 9 vjeçar. 3 drejtues nga 3 vjet. Pa ama nuk ka mandat, nuk dihet se kur mbaron. Është i përkohshëm, po nuk dihet që nuk është në gjithë der, jo. Dihet. Jo, nuk dihet. Po më dëgjoj mua, e kanë kushtetuar 2028-ën, dihet. Është 9 vjet, 3 kryetar. Shqipëria 2030 nuk thuhet kot. Po më dëgjoj mua, se unë të dëgjoj, po nuk e ke gabim. Tani do ta verifikosh ti. Do ta verifikojmë. Këtu do vim prapë. Thuhet është mandati i përkohshëm, por nuk ka asnjë datë se kur mbaron kjo mandat. Është në 2028. Ma beso këtë. Po jo, se ne na vin mesazh tani. Po le të vinë, po të vinë mesazhet me atë foton nuk ka datë në kushtetut, më thonë. Nuk ka datë në kushtetut. Kjo pra është vetëm ligj. Është 9 vjet pra. Edhe një herë pra, po me drejt rinovimi pra. 9 vjet është 18, 17 e 9, 28. Kështu kur ka filluar? 19 edhe 9, 28.
9 vjet, Se 19 është ashtu, kushtetuta. Po, 19 është formuar institucioni, reforma është një gjë, reforma ka përqendruar aty një jetë tjetëve. SPAK-u është institucion i përkohshëm, special. Nesër kthehet në një departament në prokurorinë e përgjithshme. Tipa, po, mua më thonë që nuk ka datë në kushtetut. Është 9 vjet. Edhe sikur të jetë kështu mo. Po pra, Një tani sekond. ky zotëria Ti ka tani mendon që ai negocion për 2028, Jo, pra, që në 2025. jo, pra, jo, më Unë po them negocion për vjetorin. Jo, eksakt pra këtë po them. Pra, ai ka kërkuar atë. Por nga ana tjetër, si ylli i SPAK-ut, që është Altin Dumani, unë mendoj se ai dhe do një mandat dytë. Po sepi thot, nuk mund ta marri dot më burr. Nuk mund ta marri me ligj pra, jam dakord. Po si ta marri me ligj? E do një mandat, pra një mandat dytë. Po. Dhe po e them unë tani, po Altin Dumani, unë kam përshtypjen se të gjithë të PR pozitiv që është bërë në favor të tij dhe të SPAK-ut, se është asociuar emri i SPAK-ut me Altin Duman. Po se SPAK ke thënë Duman. Edhe pse në fakt Altini është një prokuror si gjithë tjerët dhe nuk ka asnjë fuqi mbi asnjë prokuror. Përfaqëson institucionin gjithsesi. Edhe siglon ai. Administrativ më. Prit, ai siglon dhe dosjet. Nuk ka nga shkon, është procedurë. Nuk është ai Nuk ka fuqi, ma besoçan. Ka influencë. Dhe Ja i bëjmë që ka. çfarë po bën Altin Dumani? Po mos kishte, nuk do ishte bërë ajo gara me jurikimin. Unë kam përshtypjen se Altin Dumani po tenton, po lët kuptohet Që? në rjeshta, jo direkt, që ai do një mandat dytë. Dhe një mandat dytë atë mund t'ja japi një ndryshim kushtetues në shtator, përpara se parlamenti i ri të rikonfigurohet, pra të marrin mandatin. Jo, parlamenti i ri t'i japi apo i vjetri? I vjetri, Po i vjetri mbaron tani pra, s'është më shtator. Mbaron tani. Mbaron korik i vjetri, 15 korik, shtator. Mbaron, po pra, është edhe një seancë në shtator i vjetri. Nuk besoj. Më duket se po. Po edhe tani. S'ka vlerë. Qoftë edhe tani, po qoftë. Në shtator Rama ka 73, 7 ka ja 77 bashkë me këta, me Ton Doshin. Tani ka 83. Jo, po ka Lulin e ka tjerë, ka boll, për shembull, Dash Sula. Se Rama me parlamentin e vjetër thua, Ramsi 4, më falë se ngatrova, të këpojnë ndjesë zoti Rama, duhet thënë Ramsi 4. Mos harrojmë asnjëherë, unë pa duhet them, ju nuk e thoni i bini shkurt Rama, po për mua nuk është thjesht Rama më, është Ramsi 4, pastaj duhet Ramsi 5 etj. S'keni parë gjë akoma. Ramsi 4, ti mendon që e ka më të thjeshtë parlamentin tani, parlamentin aktual, që të krijojë këtë gjë, sepse kushtetuta do 94 vota. E di pse po? Si pra? E di pse po? Ma thuaj. Ka shumë deputet që nuk do jenë më deputet të Partisë Demokratike. Dhe nga PS-ja gjithashtu. Dhe nga PS-ja gjithashtu. Po ata të PS-s e votojnë. Po e qartë, ata janë në rresht. Janë pushtet. Por Dash Sula me shok do e votonin. Pa tjetër. SPAK-ut. Myslim Murrizi, edhe pse është deputet, do e votonte, edhe pse është me doktorin. Pra në këtë kuptim, në këtë kuptim, Lul Basha me atë të Vlorës do e votonin. Po qartë. Gazbardhi me ca tjerë do e votojnë, e shumë e radhë dhe i bën Rama. Dhe në qoftë se Altin Dumani, ky ligj pra do ndryshohet, kjo kushtetutë do ndryshohet, Altin Dumani më i linde drejta që të kandidoj për një mandat tjetër. Pse bën dot? Pra për shembull, ai Macron ka drejt kandidoj më pas një mandati? Jo, i bëri 2. Në qoftë se këta ndryshojnë kushtetutën e kthejnë përmbys sot, ka drejt ai të kandidoj pastaj? Patjetër. Domethënë këtu ti thua që ai vetëm për këtë po luan, nuk po luan për gjë tjetër. Kjo është Altin Dumani, për mendimin tim, do ishte e gabuar po të mos luante për këtë. Atëherë një sekond, do bëjmë një xhiro këtu ngjitur me ne, se te kjo kodra afër këtu që jemi ne te MSN-ja është një rezidencë që duhet patjetër ta kujtojmë njerëzve dhe pastaj do i kthejmë se kam një pyetje tjetër. I sajti po. Do ta bëj pyetjen tani, se mos harroj, ideja është mos. Se ma sotë ti ndërmend. Një sekondë vetëm. Mirë, ai ikim te kjo i sajt rezidencë sa bukur është, çfarë perme. Kjo është mes natyrës, është fiks ngjitur me ne. Kur vini që shkon në Elbasan, mos zgjidhni në Elbasan, fut deri ato dhimbje map. Kujdes. A do shikoni? Nuk keni punë për vende që hahen helme. Do helmoheni nga fast foodet. Jo, mos u fusni fare në ato pistriqe. Do vazhdoni këtu direkt, keni lobin, pam djathas lobin. Futun atje, pam BKT-n, pam MCN-n, bam bas MCN-s, është kjo perla, shikoni. East Side Residence. E pa parë pa dëgjuar. Më shumë xham se beton. Në mes të natyrës, të ulta, jo të larta nga ato që vjen kokë, ulta. Për vetë çmive interesante, ju do merrni telefon do thoni e pan të çani, bam keni 5% ulje.
Këtu ka dhe një gjë plus, jeni shumë nga ju që keni mundësi të kapi një villë me çmimeve që janë tani. Ordonit keni një apartament për prindrit, ka dhe apartamente, s'ka vetëm vila. Keni prindrit afër, për arsye që i dini ju. Urgjent merrni telefon, pronotimet kanë filluar. East Side Residence. Bravo Petro. Bravo Claudio. Dumanit, la, po të thoshe këtë gjë. Frogert, ti mendon që është duke negociuar thjesht për një mandat të dytë? Do ishte e gabuar, po të mos ishte duke e bërë. Pra, po që ta bëj këtë gjë, duhet të bëj me Ramsin e katërt. Bjem dakord me logjika, be. Ai, jo, ka dhe një mënyrë tjetër. Cila është? Çfarë s'ma jep me dëshirë të detyrojt ma japësh. A, dakord. Atëre si është përkon të këtë heshtje vari? Kjo ka kufi? Heshtja nuk ka lidhje me heshtjen. Jo, po ne nga kjo unë nisëm nga heshtje vari. Unë po nisëm nga fotoja. Pra Dumani, pas barazimit dhe puthjes një gazetari serb nga një shqiptar aty në shesh, lajmi i tretë më i rëndësishëm ishte që Dumani ishte në stadium. Pra ishte më shumë lajm Dumani që ishte në stadium, se sa vetë ndeshja vetë. Ndeshja iku dhe Dumani mbeti. Dhe kjo si përkthehet? Dhe kjo përkthehet në po modela i njeriu i komunikimit tani, unë do i kisha këshilluar që dil në stadium, shko atje, do marrësh gjithë vëmendjen, e ke simpatinë e shqiptarëve, sondazhet tregojnë që është mbi këdo në pëlqyeshmëri dhe detyroi edhe një herë Ramsin e katërt dhe gjithë tjerët që tjerët me përjashtim doktorit që të ta japin. Ramsi e mori mandatin e tij të katërt. Apo jo? Se të mos ja japi dhe Altinit, se ka folur shumë mirë për Altinin, gjatë gjithë kësaj kohe, edhe para dhe pas zgjedhjeve. Se të mos ja japi dhe Altinit. Ka përme, kështu thua, ka qenë sinqert kur gatën, apo e ka pas Ka rëndësimo, s'ka gjërat sinqerta në këtë planet. Jam dakord me ty. Kështu që, ja japi. Çfarë ka pas për të ndodhur, ka ndodhur, dhe me gjithë spakun dhe me gjithë aktor Ramsi e vazhdon jetën e tij në pushtet. Kështu që në këtë kuptim, po ti isha unë në vend të Ramsit, pa ma thënë fare Altini, unë doja jepja. Sepse në raport me ndërkombëtarët, me Shqipëria 2030 që aspiron Ramsi, në qoftë se i duhet një aleat, një yll për shqiptarët dhe për ndërkombëtarët, është Altin Dumani. Kështu që pse i duhet Ramës ta heqë Altin Dumani nga skarkjera, kur vete ka blinduar e ka çimentuar. Ike nga ajo që më the. Jo. Dhe Arian mund ta marri me kështu, mund të marrë dhe me pahira. Po pra me pahir, ky është pahiri. I ka dosje kujt? Jo, thjesht del, merr të gjithë vëmendjen dhe i tregon e Dramës që unë e kam popularitetin, e kam ta bëjë Drama këtë të ulet, të bashkoj votat me ca njerëz tjerë, të ndryshoj ligjin. Tani Rama. Po ta bëj Ramsi këtë, Ramsi 4, duhet ta bëj këtë nëse është detyruar ose nëse ka qef. Për interesin e tij, jo për interesin e Altinit. Por kjo është dëshira jote. I duhet një aleat. Unë po hyn petkun e tij, vëlla. Po ti isha unë vend Ramsi. Altin Dumani nuk ma cënon dot pushtetin, e kam marr mandatin e 4. E kam çimentuar. Ramsi 4 thua ti nuk guxon njeri ta preki. Jo, po e ka çimentuar edhe mund mos guxoj ta preki për 1 milion arsye. Tani ai është aty. Ka një objektiv tin që është Shqipëria 2030. Tani duhet të ndaj nesër pas nesër, meritat s'ka qef të ndaj ai, po duhet të ndaj riskun nëse nuk ndodh. Dhe do marrë dhe Altinin në krah. Do ju thot se merr dot. Monumenti janë dy pushtete të ndara. Shqiptarëve, që reforma në drejtësi, siç ja kanë thënë ndërkombëtarët, është ajka e ajkës. Ja ku e keni Altinin, se ju mendoni se unë, ja ku është Altini, ja ku jam dhe unë. Nëse nuk shkuam BE, dështuam të dy. Nëse shkuam, ju çova unë. Dgjoj këto. PS-ja mua më çudit se PS-ja do edhe të zgjedhë vetë drejtësinë që do, e bën partia, edhe opozitën e do ta zgjedhë sipas vetes, nuk e dua Berishën por të tjetër. Se ka zgjedhë PS-ja për Altinin, ai zgjodhi Amerika. I forti bën shtëmundet vllai, o diet. Nuk jam kundër kësaj, po them një gjë që PS-ja është shumë e çuditshme. Kur thua PS-ja, të lutem, bjeri shkurtër, Ramsi 4. Ramsi 4. Çfarë thon PS-ja? PS-ja është një Ramsi 4 thotë. Një term që s'ka lidhje. Të gjithë ju do thoni që Berisha nuk bën. Edhe ne themi Berisha nuk bën. Pastaj do themi Berisha duhet ikë. Edhe Berisha duhet. Po se sa e dëmton Berisha Partinë Socialiste sot, vetëm një zot e di se për ta në pushtet gjithë e dinë që s'vjen më.
Pastaj themi dëgjoj, ta bëjmë me regji nga PS-ja dhe drejtësinë. Si ta bëjmë ja? Për shembull, t'i japim Siç e bën, po pse nuk u bë kështu? po pranë rregull. Kështu u bë. Dhe domethënë kjo është komike Flogert. Nuk e di se si të vjen. Komike, po komike. ka 12 vite që po bëhet. Fal, pra, Altin shumë Dumani, Domethënë, ti e ke thënë këtë studio, po, Altin ishte- Dumanin nuk e vendosi Rama. E the edhe pak më herët. E vendosën Amerikanët apo? Po tani që s'ka amerikano se çdo bëhet. S'ka, po kuptimi që nuk janë shumë aktiv këtu. Mullar. Do bëhet multimullar të vëti? Do bëhet... Asgjë s'ka për të bërë. Unë besoj se Altin Dumani do bëhet një prokuror i thjesht në SPAK, pastaj do shkojte në një institucion ndërkombëtar, do shkojte në një Obdate, Uralius, që janë këto që kapin Eupol, që kapin këto gjenjë kriminele, i kapin gjithandej në përbot, kanë dhe rrogën nga 20-30 Ti thua, euro. se punojnë për llogarisë Shqipërisë, thoti. Me këtë rritje që po merë, Dumani, mendimi im kë, domethënë për ta thënë, një mandat brenda SPAK-ut do e marë. SPAK-u është i decentralizuar. Dosje të rëndësishme mund të ketë dhe duke qenë se është i decentralizuar, dosje të rëndësishme ka një lloj autonomie dhe është njëri me integritet dhe ajo që i duhet thënë është dhe i patrambur. Dhe kjo i duhet thënë. I ndershëm dhe trim. Domethënë ai është guximtar me të vërtet. Në fund fare do e shohim nga 2027-28, ne bëhemi gati për të bërë pjesë e tregut të BE-s, edhe Dumanin do e shohim atje afër ndonjë europianit madh me ndonjë institucion të rëndësishëm etj. Këtë nuk e mendojmë për këtë të fundit. Nuk ikën në Shqipëri ai. Rrogën e ka të madhe. Se ai është dhe patriot. E bën dhe në funksion ndryshe nga ne tjerë. E bën dhe në funksion të Shqipërisë. Ti je patriot, nuk do të thotë ti je, domethënë se ka një gjë. Mund të punoj për të qenit patriot. Të qenit patriot është edhe, domethënë, fillon te familja jote, dush nën e bab. Tu fillon patriotizmi. Nëse ky është debat tjetër. Po them që ai do të kontribuoj për këtë vend. Me qëra gongu. Por kontribon edhe për Shqipërinë, kontribon edhe duke qenë Francë, edhe duke qenë Gjermani, kontribon edhe për Evropën. Pra, është njëri i ndershëm. Edhe për Finlandë. Në këtë mes unë besoj këtu ka për të vajtur. Okej, në rregull. Jo është i qartë. Flogerti thotë jo do ri këtu, ti thua do iki, kjo mbetet për të parë, nuk ka datën kushtetut, më thon, këtë nuk kam për debate, Nuk ka. Prit. SPAK vetvete nuk ka afat të shkruar asgjikundi, ama 9 vitet që thot Flogerti qarkullojnë sepse 9 vite janë mandatet e prokurorëve. Dhe s'është i qartë me ligj se çfarë ndodh pas 9 vitesh. Pra në 2028 që i bie vetëm një vit para Ramsit 5. Po nuk ka sepse ne kemi. Një sekond. Prokurorët e SPAK kanë reaguar kundër kufirit 9 vjeçar dhe pasigurisë që ai krijon. Ja çfarë kanë bërë. Ankesat dhe kërkesat e tyre. Në nëntor të vitit 2021, gjithë prokuroria e posaçme i kërkoi zyrtarisht kuvendit dhe institucioneve tjera që të hiqet kufiri 9 vjeçar duke argumentuar se cënohet vjushmëria e hetimeve të rëndësishme. Harxhohen burime me rifillimin nga e pana të përzgjedhjes dhe vlerësimit. Ka rrezik për rënien e profesionalizmit kur afrohet fundi i mandatit. Propozuan që të paktën të lejohen të rikandidojnë, jo të rinovojnë automatikisht, për të ruajtur balancën mes drejtësisë dhe vjushmërisë. Të paktën të lejohen të rikandidojnë, jo të rinovojnë, pra duhet rikandiduar. Kjo që tham pak më parë. Dhe fundi Altin Dumani, kreu i SPAK, ka darë publikisht në mbështetje të një mandati të dytë me garë të hapur, duke theksuar se kufizimi i tillë nuk vlen për gjyqtarët e GKK-s. Kur është bërë reforma, ishin infot për ta mbyllur emision për sonte. Po prap, kur është bërë reforma për ta saktësuar, pavarësisht se kam kohë që nuk merrem me jurisprudencën. Kur është bërë reforma dhe këto i kanë çuar draftin Komisionin e Venecias, draftin e parë që kanë çuar këto politiqenët, duhet t'i quajmë këto tanët, ishte një draft që edhe Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania bashkë po të bëheshin, nuk kishin aq burime njerëzore për t'i pasur ato institucione. Pra këto bëjnë gjën më madhore në botë që duhet bërë ndonjëherë. Dhe burime njerëzore po të bëje gjithë kinën bashkë, nuk kishte aq burime njerëzore, juriste, informaticianë etj. Sjellin draftin çuan draftin tjetër. Dhe drafti tjetër kishte prap problematika. Dhe ky komisioni Xhafa që bëhet që kemi sot, për këto problematika është në një lloj mënyrë. Por çështja është, i gjithë pyetja e komisionit Xhafa është fut në një kleçk atje se një presje lëviz në këtë mes dhe pastaj ty të ikën e gjithë struktura të bie poshtë. Bukur. Nesër do jemi me Kujtim Cakranin, avokatin Ilir Metës, i cili ma konfirmoi bashkë me Flogertin, të shohim mos jetë Marsidi, me që dhe ai është jurist. Po, jurist. Sebastiani po e lëm pushim nesër, ndërkohë që ora është 23:05, bashkë takohemi nesër, pra në orën 10 darkës, do jemi me avokatin Ilir Metës, Kujtim Cakrani përballë Flogert Muçës dhe Marsit Gupit.
Ju e dini që duhet të bëni para se ta fikni televizorin, duhet të shtrini krevat, meni pultin, ta fikni, po pas kësaj do shkoni tani dhe të rifilloni një aktivitet normal në shtrat, të tjera të feminesër.